Sot do të shkojmë vizitojmë plazhin më të bukur në botë. 6 mëngjesit, ky është orari në cilën do vinë të na marrin. Dëgjoni Zoi sa bukur. Natën ka rënë shi gjithkohën, por është një gjë normale. Këtu natën bie shumë shi. Dhe pastaj ditën është të vap dhe shpesh është dhe me re, po ne gëzojmë kur është me re, se të paktën ambuloni çik atë diellin e fortë, se kur nuk ka re është goxha dielli, edhe pse është 28 gradë, është vërtet shumë vap, dielli shumë i fortë. Po ta do vinë na marrin, do të na çojnë tek Ania, dhe rruga është kute, jo 25 minuta 2 orë për deri në Ladik. Atje pastaj do na lënë të lirë dhe do jemi gjatë gjithë ditës. Vetëm Tomi Amara, të shëtisim me biçikleta, Ladik është një ishull shumë i vogël, që ti e bën në këmbë pa probleme ose me biçikletë, ne do marrim biçikleta, të tregoj në vazhdim gjithë detajet e tjera. Kemi duke pritur në rrap, futur në Ania. Çfarë kemi Amara? 7:40 është boarding, në 8:20 tani. Ç'ke e bërë? Çfarë pate më shpirt? Nuk e prisi që të këshin një kamera? Të ty? Sa u të rëmbe? Aman që pate më thuaj? Pate që dërë tani bashkë me Amarë, po qeshni me njëri që hapë të kojë, se hapë të kojë. E tani, pas e këtë hapë që këtë amat edhe u gjeta i filmë. Karma. Izë? Qa ke Amara? S'kemi fajt se jemi qurën 5 në gjesi. 5 e gjysë. Ka diferencë. Si gjithmonë që këtim për fundit të larkë. Po më apës më posë. Po para. Ha? Duhet të pranojmë që ky udhëtimi nuk ishte shumë i lehtë. Ishte një orë rrugë nga Mahe për në Pralin, që është ndalesa e parë, po ne do të shkojmë në Ladik, që është edhe 10 minuta më mbrapa. Po deti kishte të dallë dhe ndihej shumë, ishte shumë, lëvizte shumë. Dhe na zuri, Amaren, sidomos. Sa me shpresie. Ti u tregove e fortë, që qese nuk e përdore. Një pjesë e madhe këtu e përdore në qesen. Dhe tani, po përsin sa zbresin këta këtu nga Ania, dhe pastaj, që po thue? Kemi një kështu tjetër për në 3 ditë që do marrim prapë të rrugë. Qa bjedzirë nuk vish? Nuk vi deri në hotel, do bëj pishin. Idhni jo dy bashkë, bëjmë pishin të mund të vi. Më mirë të bëjmë me të dy bashkë, e letë në hotel. Se si një më vetëm, jo, të pishin e shikon live goal, Lejmë dhe të robukë. Me iPad ndorë, me telefon, ma merrni Shefër ilë, ma merrni iPadin, ma merrni telefonin, e unë aty nuk vim. Okej, diskutoj. Paguaj qyve dhe kokës, të ja. Po ne kam pak, ka shpak shime në kokë. Se të paguar shumë, do po të paguar shumë dhe kokës, të ishte paguar shumë. Po nga që i kam paguar dhe kam ngell pa flok. Dhe tjetra, bërë me tangrellik. Këto që e qënë që të disi botën. Very fun. Bëritëm në Ladik. Tani do na çojë të marrim biçikletat. Dhe pas do bëjmë vetë xhiro nëpër ishull. Tu është vendi ku do marrim biçikletat. Biçikleta e jonë është kjo, se unë nuk di t'i jap, kështu që kemi marrë një biçikletë dyshe. Dhe Amara që do japi vetë. Are you excited? Po. Po pse nuk e bën fytyrën si njëri që ka qef të japi biçikletës? Dali sa parë marrim të ato bananet e këtyre vendase, se i kanë shumë të mira. To da direkt shprit. Amara. Po ti si ke shumë qef bananet në Shqipëri? Kam kopa i provuar këtë banan. Po s'kam asnjë lidhje me bananet. Dhe me bananet në Europë përgjithësi,
Ja, ik ken hem wel. Che atmosfera. Plazhi. Një nga më të famshmit në botë dhe nga më të bukurit të konsideruar për shkak të këtyre gurëve, fotit të detit. Padyshim që këtu është thjesht gjetje, vendos çadrën dhe shtriu. Shumë i bukur, është një mrekulli e vërtet. Hajde Hido. Oh, aty është edhe lokali ku do marrim fruta, mango, kokos e gjëra të tjera të mira. Duke qenë se u nisëm shpejt dhe mëngjesin nuk patëm mundësi ta hanim në hotel. Më falni. Ata na i bën gati, na i pakituan dhe tani po i ham në plazh. Hajde mango. Ka fruta, brioche të ndryshëm, të sanduiç, ujë. Janë në tamace, po duket që janë shumë të uritura. Janë dhe të dopta dhe s'kisha parë një maci që ha mafin. Ne i dam pak nga mafin që kishim. Po kjo s'pera. Bukën po jepin që bukë se tjetër. Kjo nuk e donte mafin, fakt mësa ajo është qeu komplet. Mafin me boronica. Faleminderit. Ja, po të thot. No, e pa, që kam po. Faleminderit. Sa? Okej, po, okej. Ik një miza se ju s'po ja ma. Nuk e di, pse, që këtë shpinomen që ndodhë për ditë, si nuk jam futur në fakt, nuk e kam pyetur qatin, po ishte zbatit sot, sepse është shumë ceka, do me thënë ecjen këmbë shumë largë që t'lashe dhe duken komplet pjesë. Ato janë shkëmbind pjesa e gurve që janë në det dhe ti nuk i shikon normalisht, po sot kishte shumë zbatic. Dhe thjeshta u futëm pak vetëm aty si pishin të lashim. Nuk e se u lam tamam, nuk e se shikon tamam detin. Por tani do të shkojmë në një plazh tjetër. Ndalesa e dytë është këtu. Ky është plazhi, do të qëndronim për disa orë. Dhe këtu është keni bottom, quhet. Është një lokal, një bar që mbajnë shumë të mirë për koktejlit samoz dhe smoothie që bëjnë. E shumë fakti që këtu si e shbë pëshqirat, poshtë një peme dhe shtrijesh. Ri për qepë, bëmba jo djeli, rehat, shqet, jo shezlona, jo zhurmë, jo muzik, jo bezdi. I love life. Sot që mrekullia këto, sot mira. Ja marrë se? Ta provoj pak shpirt? Faleminderit, më fat tjetër. Mori sa të babi? Jo, unë e mora vetëm mangon kemi të përbashkët. Amara. Me mente dhe me kokonat. Momentit e iki, në erdhëm këtë vëndi të lëmë bicikletat. Nuk e di sa shumë që e kam shijuar të ditën sot. Duk që po ive bicikletën se gjenë, po e mrekullueshme më bë. Ky ishull ishte kaq i bukur, kaq i këndshëm dhe ndjem shumë keq që nuk kemi prenotuar këtu, disa ne dhe kemi dy veta në Mahë. Nëse vini në Seychelles, unë do të sugjeroja që mos qëndroni vetëm në Mahë. Në fakt ky ishte plani ynë fillestar, por duke qenë se prenotuam moment fundit, isha keqe me hotele dhe okej, nuk kisha më nerva të gjeja atë gjën që dohet, sepse një pjesë e madhe ishim fully book, kështu që tash po rribetem në Mahet e Kempinski. Po vjen shumë keq sepse ja vlen patjetër të rish këtu në dig. Do të pëlqejë të rije këtu 2-3 net? Apo mua pëlqen, unë mendoj që do të ishin shumë bukur të rije këtu 2-3 net, sepse lëviz, kollaj, edhe në këmbë dhe bicikleta dhe. Ne jemi të pasionuar me bicikleta, kaq bashkë si kanë kjo. Po, pa aty rri vetëm, jo, këtu nuk e nevojë se këtu është shumë ishull i vogël dhe bën dhe në këmbë.
Ndërsa atje je vetëm i fokusuar vetëm në hotel, nuk del nga hoteli dhe përveç ekskursioneve ditore. Kështu që do të sugjeroja patjetër që 2-3 ditë marrë, 2 ditë këtu në Ladik ose 3, ta çofim tani në Prastin kur tikim se do ikim mbas 2 ditësh. Sa po hypëm në minivanin, mini autobusin. Ishte shkoj më mirë këtë herë, nuk ishte aq të tjetë shpirt rrugës tani në kthim. Nuk ishte aq i fort deti, megjithatë prapë na zuri, që mua po vetëm zuri çik. E gjumë shpirt? Po mua më zuri. Mua se di. Nuk e marrë. Më do hamdar, pa marrë të haj pak. Unë do lajmë me para dhe pas të dy të hajde. Le të hajmë njerë vetëm të bëjmë ditë për vetëm. Po vetëm fare ju do të shoqëroj babën, po të lër vetëm. Ma po kam bërë një. Po të rish në lokal vetëm ta hash aty, po të shoqëroj babën, jo të bësh rrugën vetëm. Po i diskutojmë pastaj këtë bisedë. Faleminderit që ndruat me ne, bëni një koment, like, subscribe.